Për 2 net me radhë u zhvillua në Shkodër festivali ndërkombëtar i xhazit me pjesëmarrjen e grupeve të njohura nga vende të ndryshme të botës. Elena Zorba, drejtore e kulturës pranë Bashkisë Shkodër, shprehet se Shkodra Jazz Festival është një mundësi që ofrohet si pjesë e aktiviteteve kulturore që organizon Bashkia e Shkodrës. Të gjithë këto grupe kryesisht performojnë muzikën jazz, por kjo s'do të thotë që nuk janë të interferuar brenda dhe lloje të ndryshme tjera të muzikës moderne. Festivali si vjet ndryshon nga vite tjera. Vite tjera kanë qenë grupe tjera, ndërsa disa vite më parë, për 5 vjet me radhë, festivali jazz është bërë nga shoqata Rock Jakaj dhe siç e dini është zhvilluar edhe në teatrin Migjeni, edhe ajo ka sjell grupe nga gjithë bota, nga Amerika Latine, nga Europa. Qëllimi i gjithë këtyre gjërave është që jo vetëm të zhvillojmë turizmin kulturor përmes aktiviteteve, por njëkohësisht grupet që vinë nga gjithë bota sigurisht do të përcjellin mesazhet për një Shkodër të qytetëruar, për një Shkodër që e don muzikën. Në mbrëmjen e parë kanë performuar rrymë të ndryshme xhazi. I pari që u ngjit në skenë ishte muzikanti nga Izraeli, Tal Kravitz, i cili solli muzikë nga e gjithë bota, duke kënduar edhe këngë shqiptare, ndërsa grupi gjermano-palestinez Lebi Derja performoi muzikën jazz, një përzierje e motiveve europiane me ato orientale.